Nata e Saragave dhe Verës kështu u quajt aktiviteti ditës së tretë të organizimeve të Karnevali Koret në Tuzë. Tashmë sheshi pranë busit të Gjergj Kastriot Skënderbeut u jep dorë organizimet e të tilla për shkak të hapësirës dhe infrastrukturës për të grumbulluar sa më shumë njerëz. Se dikur karnevalet organizoheshin në fshatra me ata banorë që kishin, sot Karnevali Koret ka marrë përmasat e një feste kombëtare. Padër Pashko Gojçaj shpegon dhe lidhjet e kësaj feste me të kaluarën. Karnevalet në këtë mënyrë që zhvillohen sot në Malësi, do thonë kanë filluar vitin 1996. Përpara kanë Koret, do të ketë termë e kemë rujt, pra edhe emrin zyrtarisht jenë të regjistru Koret Karnevalet Tuzi, ka do të thotë se nënkupton një hap me kohë. Pra Koret janë zhvilluar për katune, janë rriguar me vringël, kura e baktis, s'ka pa tjera maska, ka shkuar për shtëpi dhe shtëpi, datën e tillënet, do të thonë ka kënë diçka që kanë paralajmërua kreshën, se karnevalet në vetin janë imitim i jetës pagane. Ka nga ata që i shohin karnevalit si një mundësi për t'u argëtuar dhe mbajtur një maskë artistike, por te kjo e fundit qëndron gjithë thelbi i saj që duhet ta dinë të gjithë. Karnevalet nëse nuk përfundojnë natën e tillënet nuk e kanë domethënë edhe nëse përfundojnë natën e tillënet atëherë kanë domethënë si porosinë edhe. Porosia kjo që pra na me maska që nëse prava gjithkush i vesh si ta vetë të ketë maskën si ta vetë, japin fut jetën në maska dhe fillojnë një jetë të re, një jetë pa maskë, një jetë ashtu si para Zotit, pra mirën ti katënore, jo ma pak në katënore, dhe në këtë mënyrë pra përkujtojmë kohënat e idhujtarisë, kohënat e paganizmit, por në njëjtën kohë i besim një kohën së sotme. Aroma e saragave të skuqura, petullave dhe verës së zjerë ndihet në të gjithë sheshin ku janë grumbulluar mjaft njerëz. Paso nuk ju ndave gatimit, se nuk shiduar. Këto i kemi gjuhësa të ty mosura, ja shqicoje, e ty mosur. Këto gjuhësa sot në liqene, Po, në liqene i Shkodrës, ja shqicoje, këto janë të fresh këta. Për sa ke përgatitur sot njerë, na tregon kapacitetet. Po, për afresisht, duhet vinë 1000 veta. Ka për të gjitha për jo? Për të gjithë edhe mbetën edhe për nesër. Ja shqico gjuhësa. Kemi petula të nxehta. Saragat e skuqura dhe vera e nxehtë përgatiten në qast, prandaj është kënaqësi të shijosh ato. Saragat pëlqejnë? Po, shumë. Petullat apo saragat, më shumë? Vilsonare! Hajde gjuhësa, petula të nxehta. Në organizimin e karnevaleve duke marrë shkas për ditët parakreshmeve ku ato realizohen, marrin pjesë jo vetëm besimtarë dhe krishterë, por dhe ata muslimanë. Ka qef, as katolik nuk shkojnë të tanë, por kush i ka qef, vra vinë si mos fëmija. Dhe djenë karnevalin e fëmijëve të bashkë më thanë, ka pa shumë do grupe pej Podgoritën, pej Budve, i shkojnë pra njëni tjetërit edhe na të tata dhe na kur mojmë, është rreta familjare i karnevalet evropiane. Na jem antarët të karnevalet, familjes këtë karnevalet evropiane, kem hezë, unë ta shqama këtu, por jam me ta dhe vetëm e zemë. Karnevalet tashmë janë kthyer në një festë së dashur dhe kjo dëshmohet në angazhimin e gjërë vullnetar, ku të gjithë pjesëmarrësit angazhohen për të dhënë kontributin e tyre. Kush ka kaluar për karnevalet, gjithë kanë kaluar, orë një mënyrë, orë një tjetër. Edhe gjithë i duan karnevalet edhe marrin pjesë. Pra, aty çka që ja marr pjesë e jone e kulturës sonë dhe na lidh me traditën tonë të lashtë, ku na me më të parë kemi rrok fenë të Jezu Krisht, ka të thotë pra i kem betë besim, besnik besimit, por i kujtojmë kohënat se si ka kënd përpara dhe ajo që e ban karnevalin me kënd. Duke menduar distancën e afër Shkodër-Tuzë, do ishte mirë të shiheshin më shumë shkodran këtu që ta shijonin festën nga afër. Shkodrat janë musafirët tonë, po problemi është se na përputhet kalendari dhe nuk mujmë me i shku njëri tjetrit. Se kur luan kalendari, atëherë herë vim, herë shkojmë. Si do kjo është mund mora pjesë edhe ne. Ishe ju atë dyja, kështu të bëjnë dhe shkodranët, edhe atje dhe këtu.